Po. Atëherë, sa tavolina dhe sa karike ka I gjithë salla? Kjo këtu? Po. Këtu fundet deri në 170-180 veta, po jenë. 180 veta. Tek, po, 170-180 është normal. Kryesisht Unë si vjet e kam lënë që të mos fus më shumë se 150 veta, se është e lodhshme. Po. Kryesisht përdoret vetëm për dasa, por dhe aktivitete tjera. Jo, dasma s'bëjnë aktivitete tjera. Na një dasëm kështu për në njeri shumë të afërs, duhet bëj dasma. Më kanë ardhur dhe I kam kthyer. Vetëm për aktivitete. Fejes, çika fejesa, ditëlindje, çdo lloj feste po jo dasëm. Ndoshta ndonjë dasëm për pastaj për vetë ose për ndonjë mik që si them dot jo. Në këtë rast domethënë vetëm në këtë rast funksionon dhe kuzhina. Po, për këtë po, kam kuzhinë tjetër, kam këtu, po e bëj të re fare. Është kuzhinë. Këtu në kat dy po. Po, është Me DJ si funksionon muzika? DJ, orkestër. Vjen dhe orkestër. Edhe orkestër. Sipas kërkesave që kanë ata. Pas dëshirës. Kjo është sallë shumë e fisnë. Shumë e bukur. Është aristokrat. Është stili vienes. Ky është stili vienes. Kjo është stili vienes. Vienes. Ajo poshtë është stil